Për çfarë kishte festi? Kishte festa jo. Shehet. E para nuk ka një kërkesë të tillë, ju dini që brenda në çdo rast të kërkesash të ngjashme, brenda 48 orëve njoftohet njofton më një herë antarët e Këshillit për Rregulloren e Mandatet. Unë jam njëri prej antarëve të Këshillit për Rregulloren e Mandatet, nuk ka një njoftim të tillë. Dhe unë e kuptoj që lajme të tilla të rreme në këto kohë dezinformimesh janë të përditshme, por e konfirmoj që nuk ka një lajm të tillë. Dhe ndërkohë që pash me shumë kërshëri sot se përveç se opozita bën zëdhënësin e prokurisë posaçme në mënyrë të rreme, siç është dhe rasti fjalë, sepse dëgjova dhe një deputet Partisë Demokratike që sa e faktë, edhe rastisht ju syrit e Partia Demokratike nga njerë thonit një dhe gjë rastisht, se në përgjithësi nuk ndodh kjo. Dhe po ashtu pash po bëhet edhe një zëdhënje në emër të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pa e bërë ju pyetjen, po e jap unë përgjigjen. E thash edhe në seancë, po e përsërit këtu. Do të komentoj për një lajm që qarkullon si gjoja e një suksesi protestës, se protesta ja pas arrit qëllimit duke hequr non gradën e Sali Berishës. Do ta komentoj këtë vetëm kur të ketë një njoftim zyrtar, sikur se ka ndodhur në 19 maj të vitit 2021, pra kur ka pasur një njoftim nga sekretari amerikan i shtetit në atë kohë, sa po të ketë një njoftim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kushdo qoftë ai, apo nga Ambasada Amerikane në Tiranë, do ta komentoj. Në vlerësimin tim, Sali Berisha është shpallur non grada për korrupsion të nivelit lartë dhe për minim të demokracisë. Fakti që ka një proces penal me akuzë për korrupsion, besoj fort në drejtsinë shqiptare, kështu që në këtë këndvështrim komentin për heqjen apo jo të asaj që në mënyrë perfrazuar se 731 C-ja neni përkatës mbi cilën është bazuar shpallja non grada është më e gjerë se kaq, megjithatë do ta komentoj kur të ketë një njoftim zyrtar, se s'mund të them që shikoj se më morën mëngjes telefonin thanë ma kanë hequr. Po një koment zoti Balla. Edhe s'marrin as nga telefoni jot, po të marrin nga telefoni shokëve. Zoti Balla, një koment mbi një deklaratë e ish kolegut tuaj, socialist Petro Korçi, i cili është shprehur se Partia Socialiste në qarkun e Qeverit nuk ka vjedhur vetëm zgjedhjet dhe nuk ka vjedhur vetëm kundërshtarët, por dhe brenda vetes. Keni një koment për këtë deklaratë? Unë nuk e kam ndjek një deklaratë të Petros dhe refuzoj të komentoj mbi diçka që se kam lexuar vetë. Kur e thotë ai gazetari i Syrit, pastaj është merr për masa dhe më të vështira për ta komentuar. Por të them deri nuk e kam parë. Megjithatë, domethënë ditë të nxehta me temperaturë dhe secili ka edhe këndvështrimet e veta, por mendoj që Partia Socialiste e Shqipërisë Fierin e ka kryeqytetin e vet. Unë kam drejtuar qarkun kam qenë drejtues politik në Fier, kemi fituar gjithmonë në Fier, kemi fituar dhe në ditët tona më të vështira dhe do të vazhdojmë të fillojmë fitoret tona aty. Zoti Balla, për revolucionin, dje a pat më shumë se 2000 protestues? Po ishin më shumë. Sa ishin dje? Nuk i kam numër dje. Ose meqense se përpara kishit një numër, të lutem, nuk i kam numër, ishin më shumë se sa. Por një protestë kombëtare, siç ishte njoftuar, apo jo, kam gabim, ishte protestë kombëtare. Nuk ishte, të lutem, nuk ishte një protestë lokale. Padyshim që dje ishte edhe gjithë Partia Demokratike në protestë, nga kampioni protestave të Partisë Demokratike Sali Lusha, tek gjysma e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të gjithë kryetarët e grup seksioneve të Partisë Demokratike. Kështu që nuk më bën përshtypje që protesta nisi si një protestë lokale për Flamingo, dhe ndërkohë që bufat ka filluar ta ndjejnë veten si Flamingo. Po ata socialistë i keni parë në protestë zoti Balla? Unë personalisht kam parë disa prej tyre që kanë qenë mbështetës, disa ndoshta edhe drejtues të Partisë Socialiste gjatë proceseve zgjedhore dhe i kam parë në protestë. Keni një fjalë apo një mesazh? Para është që Partia Socialiste e Shqipërisë
është partia më e madhe në Shqipëri. Ka marrë 856.177 vota në 11 maj të vitit kaluar, një rekord historik që asnjë parti politike në Shqipëri nuk i ka marrë. Është një kontratë e cila është firmosur me shqiptarët me këtë votë plebiscitare, e cila na ka mundësuar të kemi 3/5 e kuvendit Shqipërisë pothuajse, për të çuar përpara disa reforma. Siç e pat sot votuam të shqyrtojmë me procedurë për shpejtuar një paket ligjesh që lidhet me procesin e përafrimit të legjislacionit Shqipërisë me aki komuniter. Sikur se e thash sot në emër të shumicës parlamentare, Shqipëria nuk e ka luksin të humbi një projekt aq të rëndësishëm. Dhe ndoshta mund t'ju duket një koincidencë, po ndiqja dje një intervistë në Fox News të një të presidentit të Serbisë, në fakt në rrjetin në X, që thoshte që presidenti Trump është i mirë se ardhur në Beograd, në Serbi, ku do të mirëpritet nga qindra mijëra qytetarë. Jam shumë i sigurt që presidenti Trump do të jetë shumë i mirëpritur në Shqipëri vit në ardhshëm kur të vi për summitin e NATO-s në Tiranë. Dua që të bëj me dije që sa i përket këndvështrimeve të mia për protestën, jam kundër çdo thirrje antisemite. Jam kundër çdo thirrje kundër Izraelit dhe popullit izraelit. Jam kundër çdo lloj forme diskriminimi. Kemi parë dje një shfaqje të turpshme ku u shfaqen forma diskriminuese. Të lutem, ta mbaroj. Thelbin e protestës, po merrni me shfaqje për keq. Atëherë thelbi protestës. Thelbi. A duhet gjën ata njerëz aty balla? Patjetër. Mira njerëz nuk kanë dalë vetëm për flamingon, po sepse Shqipëria po trajtohet si plaç. Ju keni marrë mandatin për tash nuk mund protestoj syri në komunikimin tim me media. Po prapë tani tu je i detyruar të sillesh si gazetar. Si qytetar e ke masdite. Si gazetar e ke këtu. Si qytetar, se them të drejtën, ju kam parë të gjithë gazetarët e Syrit që marrin fjalën në protestë dhe marrin edhe drejtimin e protestës. I ke të gjithë. I ke të gjithë. Po ta mbaroj. Keni informacion gabuar dhe nuk është i Syrit. Po jo është i Piranja. Emisionin e fjalë blen kohën tek Syri, nuk është i Syrit. Prandaj them që po keq përdoroni çfarë ndodh. Por çdo televizion shita kohë televizive. Dakor. Fakti që ti je një personazh i ekranit, pastaj se si keni kontrata është puna juaj. Ta të shkojmë tek thelbi. Kam dëgjuar nga ju, që ju respektoj shumë, realisht, se bëni punë kolosale, që në raportimin tuaj ka pasur dhe një grup nisëtar që ka depozituar një kërkesë për ndryshime. Jo, është e pavërtet. Është e pavërtet, është hedhur poshtë nga ata persona që ju e keni raportuar. Është në rrjetet sociale në mënyrë të gabuar zoti Balla. Pra nuk janë përfaqësues protestës ata. E shko, atëherë deri kur të ketë një përfaqësi zyrtare të protestës, do komentoj dhe kërkesat e protestës. Zoti Balla, deputetja e Partisë Socialiste, zonja Elisa Spiropali, ka thënë se Shqipërisë Zonja Spiropali ka thënë se Shqipërisi duhet një kontratë e re me qytetarët dhe në një farë mënyrë ka dalë në mbështetje të protestuesve për Zvërnecin. I ka ngritur këto shqetësime në mbledhjet e grupit parlamentar dhe keni ju një qëndrim për opinionet e saj lidhur me situatën politike në vend? Unë nuk ndjek postimet e gjithë deputetëve apo antarëve të Partisë Socialiste të lutem. Po se jam kryetar grupi, kushdo që ka një shqetësim, sapo e kam zhvilluar sot mëngjes mbledhje grupi. Po, e ka shprehur? Po s'ishte fare. Kështu që kur të vi, ma thot aty dhe unë kam komunikim me të gjithë edhe me kolegen në fjalë. Do ta dëgjoj me vëmendje dhe më njëherë pasi ta dëgjoj do të vi dhe këtu para jush t'ju sqaroj dhe ju. Se kjo është detyra ime. Po prisni një grup shpitash jo vetëm po. Me që ju përprisni një grup organizatorësh që të keni mundësi me komunikume, patjetër, nëse ato siç artikulohet në shesh, do kërkojnë ndërheqjen tuaj dhe të qeverisë, do të pranoni këtë kërkesë? Qeverisë, të kryeministrit, qeverisë. Kërkojnë pak më shumë se ju. Dëgjoj, po patjetër se ma kërkoi edhe ky, se erdhi dhe ky Agron Shehej, cilin e kanë përzëndje nga protesta. Edhe thoshte, lutem, unë ne kemi qenë në terren. Po, më ti je me Agronin. Ju ndiqin nga zyra zoti Balla. Unë jam me Euronews. Po shumë mirë. Edhe Euronews është me kë. Atëherë flasim këtu. Është korrekt
si unë paktën kaq shkallë ose vite super që ti komentosh kur ke një parë e cila artikulon në emër. Unë për shembull isha keq informuar nga rrjetet sociale, siç janë keq informuar dhe protestuesit edhe të tjerë, që pas ka pasur një grup nismëtar. Ja, ju më seru. Edhe prandaj nuk them kot që ju bëni punë shkëlqyre. Pra, të lutem. Nëse jam nga ata që rri më shumë se kushdo, po ha tash. Ta mbarojmë si për Dakor. Dakor, keni fajin vetë, se s'keni pas kohë. Ta mbarojmë të gjë. Pra, kur të ketë një gjë konkrete, pra, sepse ajo që po ndodh me protestën është që vihet këtu në kuvend dhe çohet Ina Zhupa, çohet Agron Sheja, çohet Belin Kulliçi, çohet Sali Berisha, çohet Flamur Noka dhe flasin emër protestës. Tani pyetja që ime që është e kam thënë. Ju keni folur për protestë zoti Balla. Jo, të lutem, këta nuk janë përfaqësues të protestës. Pas ju sjeni. Unë jo kurse si. Po keni folë dhe ju. Po Që jo qytetarë kërkojnë këtë, qytetarë kërkojnë atë, janë ashtu, janë po fare, kështu. tash Po kjo nëse vin këto përfaqësuesit, kryeministri si gatshëm të japi dorëheqjen apo jo? Para është që kryeministri ka një kontratë solide me shqiptarët. Zoti Balla, te kontrata kërkohet nga Bashkimi Evropian 2 ligje, së paku. Zonat e mbrojtura të anullohen ndryshimet e 2024-s, investime strategjike. Pse s'janë bërë më herët? Dhe u bën pikërisht apo premtohet pikërisht tani pas protestës? Un kam një kalendar, ju ftoj nesër nëse doni, maksimumit hënën, jo hënën jam në Parlamentin Evropian, po nesër nëse doni kam një kalendar në zyrë të detyrave të shtëpisë që vijnë nga rruga jonë europiane. Dhe kjo që thoni ju më rezulton të paktën por javën ndihim nuk më rezulton detyrë shtëpie. Ka qenë ka kohë që është Unë jam transparent. Është kërkuar publikisht Komisioni Evropian, po jo ka është përgjigje zyrtare ndaj medias. Unë po të them që kjo gjëja që thua ti nuk ekziston. Hajde, unë kam Unë do të vërtetaj të kundërtën. Unë punoj me një kalendar të cilën e konsultoj me kryenegociatorën tonë në mënyrë të përditshme. Sot kam votuar në kuvend futje me procedurë të përshpejtuar 2 ligjeve që më kërkohen nga Brukseli deri në fund të korrikut. Dhe por që fund korrikut miratuar, që do thotë më duhet i votoj në datë 18 në seancë, të shkojnë ke presidenti i Republikës të marrin shpalljen me dekret dhe pastaj është dai 15 ditë që ty fuqi, kështu që është një kalendar që nuk lëviz dot. Ajo që thoni ju do ta verifikoj, por e di përmendsh detyrat e shtëpisë që kemi për çdo ditë nga sot deri në fund korrikut. Nuk është ajo që thua ti në ato detyra shtëpie që kemi. Zoti Balla, një pyetje. Ju thatë më herë që nuk i ndjek të gjithë në rrjetet sociale, le të themi, grupin parlamentar të Partisë Socialiste, duke ju referuar në mënyrë të tillë dhe postimit apo qëndrimit të zonjës Spiropali, por nga ana tjetër ndiqni me mira qytetar për protestën, që flasin por jo ata zërat brenda Partisë Socialiste. A mos po e mbroni ju zonjën Spiropali edhe nga paralajmërimi i bërë ndaj saj për përjashtim nga grupi, për daljen nga rreshtat e Partisë Socialiste të qëndrimit zyrtar? Prapë po them që unë nuk jam mu bë një pyetje, a jeni njohur me këtë kërkesë e bërë përmes. Nuk jam njohur me këtë kërkesë. Dhe kam thënë shpesh, unë kam një komunikim shumë të mirë me të gjithë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, përfshirë dhe me kolegen Spiropali. Faleminderit.